Përshëndetje! Sot ndodhim pranë xhamisë. Së namazgjas. Atëherë po zhvillohet një panajir libri me një qëllim shumë të veçantë. Mbi 2000 libra janë dhuruar, ndërsa të ardhurat po shkojnë për fëmijët jetim në Shqipëri. Ky aktivitet ka për synim të nxjisë sa më shumë leximin, por jo vetëm, dhe të afrojë sa më shumë njerëz në kauza sociale. Andi, më thuaj pak si lindi si ide për projektin tuaj? Si ide ka lindur krejt spontanisht, përmes shumë pak librash, aty brenda tek zyra jonë, me rrethin tonë të ngushtë vullnetarëve, çunave dhe gocave. Nisi me shumë pak libra, mund të kenë qenë diku tek 60 libra. Dhe më pas, duke pa interesin, entuziazmin e të gjithëve rrethit tonë shoqëror për këtë, filluam hapa hapi duke zgjeruar, duke vazhduar me thirrjet në rrjetet sociale, derisa u gjendëm përballë faktit që të guxojmë ta ndërmarrim këtë si nisëm panajiri, duke qenë se ishte dhe dita ndërkombëtare e librit afër, muaji i librit si quhet prilli. Pra të gjithë libra që ne shohim këtu janë plotësisht të dhuruar apo jo? Gjithë librat janë dhuruar nga rrethi jonë shoqëror, nga gjithë ndjekësit tanë në rrjetet sociale. Dhe me thënë drejtën jemi befasu për mirë nga dëshira e gjithëve për të dhuruar libra. Aq sa me të qeshur apo me batuta me njëri tjetrin, ditët e para të panajirit vazhdonin ende, ndërkohë që vinin për të blerë, vazhdonin ende të thonin të vim të dhurojmë libra. Edhe ne po thonë me njëri tjetrin sikur t'i themi që vetëm mos na dhuroni më për momentin se s'kemi ku t'i çojmë. Nuk e pristin besoj. Nuk e pristim kaq shumë libra, nuk e pristim. Ishte gjë e mirë, me thënë drejtën, nga njëra anë libri është si thesar të cilët ata që nuk e lexojnë në mend si të murosur në shtëpitë e tyre, dhe ka qenë shumë pozitive fakti, domethënë që ato edhe pse mund të kenë qenë larg leximit, e kanë vlerësuar pasurinë që kishin dhe kanë dashur ta sjellin këtu në formë bamirësie. Andi, cili ka qenë qëllimi kryesor edhe fillestar për panajirin? Qëllimi kryesor është të jemi sa më pranë fëmijëve jetim, por duke sjell këtë në një formë ndryshe, jo në format që jemi mësuar, dhe duke u munduar të lidhim gjërat me njëra tjetrën në formë efekti zinxhir, që njerëzit mos nisen vetëm po shkojmë po dhurojmë diçka për fëmijët jetim, por edhe ato të marrin diçka të mirë për veten e tyre, të marrin një libër. Atëherë jemi këtu me një nga vullnetarët e këtij panajiri. Përshëndetje Mirsat. Përshëndetje. Kam një pyetje, çfarë të tërhoqi të merrje pjesë në panajir? Po më pëlqejnë shumë këto organizatat që ndihmojnë fëmijët jetim, familjen në nevojë, dhe që më kam dëshirë të bashkangjitem dhe të ndihmoj dhe ata. Pra bëhem pjesë e grupit, pse jo të ndihmoj dhe fëmijët ose familjen. A ke ndonjë mesazh për t'i dhënë njerëzve që po na ndjekin? Po, një mesazh që kam për të gjithë është që sado që mundësi të kemi ne, mjafton të ndihmoj, sepse një gjest i vogël sjell një mirësi të madhe dhe kënaqësi për të gjithë ata. Unë dhe Mirsat jemi bashkëmoshatar, edhe shpesh ne brezi jon kemi shumë paragjykime nga njerëzit pak më të mëdhenj se ne, që mendojnë që ne jemi pak brez që nuk përfshihemi shumë në këto organizata, por ja ku kemi një shembull që Mirsadi ka ardhur këtu, ka lënë angazhimet e tij, shkollën, çfarëdo që ka, dhe po merr pjesë në këtë panajir që ka një synim shumë të veçantë. Shumë faleminderit Mirsat. Faleminderit juve. Atëherë jemi këtu me një nga vizitorët e panajirit, me sa shoh ju keni bler disa libra, bëhet shumë qefi. Tani, çfarë motivoi të vini në këtë panajir? Fillimisht dua të përgëzoj organizuesit e këtij panajirit, dhe normalisht organizuesit ishin motivi kryesor që ne erdhëm këtu. Pastaj kur pash që kishte libra që mund dhuroheshin apo edhe mund bleshin dhe këto lekë dhe shosh për bamirësi, ishte një motiv ekstra. Fokus kryesor ishin librat për fëmijë. Faktikisht kam bërë një gabim që s'kam marrë fëmijët me vete apo gjithë familjen me vete, por patjetër që herës tjetër do mundohem. Rëndësishme është që ju keni ardhur vetë dhe keni kontribuar. Edhe i përgëzoj dhe i falenderoj për këtë mundësi që ata na dhanë. Mendojnë që duhet të ketë më shumë organizata të tilla në Shqipëri? Absolutisht. Ky ishte një nga bisedat që bëni me një nga organizuesit e këtij panajiri, që mundësisht çdo 3 muaj të ishte një event i tillë, do ishte mjaft mirë, do ishte një shtys për shumë gjëra më të mira, qoftë për kultivimin e leximit, qoftë edhe për njohjen e njëri tjetrit, apo qoftë edhe për njohjen e fëmijëve tanë të vegjël me njëri tjetrin. E kuptoj. Ke ndonjë mesazh për t'i dhënë atyre që po na ndjekin? Me që jemi te panajiri i librit, leximi të ndihmon të rritë shëndetshëm, sidomos nga ana mendjes. E vërtet, shumë e vërtet. Shumë faleminderit.
Lexim të mbar. Gjithashtu. Sot nga Xhamia Namazgjaz vjen një shembull shumë i mirë solidariteti, kur shumë qytetarë janë bërë bashkë për të kontribuar për fëmijët jetim në Shqipëri. Një nisëm që meriton përgëzime, sepse tregon që kur bashkohemi mund të bëjmë gjëra të vogla për me ndikim shumë të madh në jetën e të tjerëve.